Sa herë që më hahet një gjë e ëmbël dhe nuk dua ta teproj, menjëherë më shkon mendja te këto topthat energjik që unë bëj me hurma. Marrim hurmat e arabis në llojin medixhol dhe ja heqim bërthamën. Për këtë recetë na duhet një grirës, kështu i shtojmë të gjithë hurmat që i hoqëm bërthamën aty. I gri mirë derisa të na bëhet si kjo pasta e hurmave këtu. I vendosim në një tas që të krijojmë brumin dhe i hedhim arr kokosi. Më pas i hedhim kakao nga ajo që nuk ka sheqer të shtuar, më pas marrim arrore, lajthi kisha unë dhe i griem imët dhe i bashkojmë me hurmat. Unë do e ndaj brumin në dy pjesë dhe do jap dy forma të ndryshme. Tek forma e parë e kam stërgjatur brumin në një formë drejt këndore dhe i kam dhënë formë. I kam hapur një kanal në mes duke e bërë me gisht ose me lugë, si ta keni përmbar. E lëm të pikset paksa në frigorifer dhe më pas merremi me gjysmën e brumit tjetër duke e bërë në toptha rrumbullak të vegjël. Këto i lyej me arr kokosi dhe ja ku bëm një ëmbëlsirë pa asnjë pikë sheqer. Ndërsa për formën tjetër vendosa të shkrej pak çokolladë në banjo marie dhe pasi e shkreva çokoladën e vendosa te kjo qesa kështu për t'i dhënë një formë edhe më të bukur këtij brumi që krijuam me hurma. E dekorojmë kështu dhe e lëm në frigorifer që të mpikset çokolada. Këtë ëmbëlsirë ja jap fëmijëve të mi pa merak dhe ata shijojnë shumë. Është me të vërtetë e shijshme.